Mungesa fuqisë punëtore vijon të jetë problem për biznesin në zonën turistike të Velipojës. Operatorët turistik flasin për largim të njerëzve dhe kjo krijon nevojë në madhe për gjithjen e punonjësve për shërbime të ndryshme. Për momentin ne vazhdojmë me akomodimet, kemi marrë rezervime të para edhe për muajt në vim. Gjithmonë në fillim të sezonit ka shumë turistë huaj. Aktualisht kam 2 familje nga Lituania që kanë ardhur ditën e djeshme, do të shënojnë 2 ditë. Po sot pritet që vinë të huaj, të porët nga vendet e Europës Sëmore. Sigurisht si çdo vit, edhe këtë vit ka pas ato vështirësi të veta, unë akoma nuk e kam plotësuar stafin plotësisht në duhet. Një kamarë dhe një si bojgjenit, pra kjo mbetet gjithmonë problemi parsor, plotësimi i stafit. Pjesa më e madhe është e turistave është nga Kosova, shqiptarët e Kosovës, që gjej rastin t'i falenderoj që vit mas vitit janë çdo vit e më të shumë që frekuentojnë Velipojën. Pjesa më e vështirë do të thoya është gjetja e fuqisë punëtore, sepse çdo vit edhe më vështirë bëhet, pavarësisht që janë rrit rrogat, janë rrit kushtet, çdo gjë, por kanë ikë njerëzit, nuk ka njerëz domethënë që vinë me punu. Dhe ajo është problematika më e vështirë për ne si biznes. Më shumë janë të pjesa kamareve dhe pjesa sanitareve. Ka mungesë fuqie punëtore sepse s'ka njerëz. Në Velipojë është problem dhe infrastruktura, ku rrugët e amortizuar kthyren në shqetësim serioz. Për këtë operator turistik kërkojnë më shumë angazhim nga bashkia. Problematik pak për leta dhe infrastruktura, sepse rrugët plotësore sidomos janë të pashtruara dhe shpesh herë këto i hasin në vejtje që turistët në bëjnë shpesh herë. Nëse do të kishte një angazhim në tepër edhe nga ana bashkisë apo edhe struktura tjera, të në nimoni edhe si biznes që të vazhdojnë në tutje edhe për përmirësimin e infrastrukturës dhe që do të bëjë që edhe turistët jenë pak sa më të kënaqur, kur vinë që të shohin diçka më ndryshe, jo ato vitet e kaluara, sepse këto kanë problematikë gjithmonë për ta. Kjo problematikë kryesore, sepse e vëmë re çdo vit. Infrastruktura i lënë për dëshiruar në Velipojë, sidomos rrugët, ka akoma rrugica të pashtruara me asfalt dhe në 2025 besoj që zdi si me shpjegu që me pas hala Velipojë ka probleme, sepse çdo vit e më shumë ka turista në rritje domethënë. Dhe është një imazh i keq për Velipojën dhe për bashkinë Shkodër në përgjithësi. Vetëm një gjë është rruga nr. 8 ku ne jemi aktualisht, është pak jo në gjendje mirë, më thënë drejtën që duhet pak më të mëne nga bashkia ose nga institucionet shtetërore. Për sa i përket energjisë elektrike, kena pas pak luhatje disa ditë në cilat nuk kanë zgjatur, kanë qenë një periudhë të shkurtër, po 5 minutash dhe nuk kena pas shqetësime të tjera. Shpresojmë që bashkia të vënë dorë paktën për rrugën nr. 8 e cila është e domosdoshme për qytetin. Velipojë avion të mbetet një nga plazhet më të frekuentuar në vend, kryesisht nga shqiptarët e Kosovës.